shpirti i shërbimit për kujdesje për të varfrit. A janë të varfrit në një vend tregues mangësie apo përsosmërie? Në pamje të parë, një pyetje si kjo mund të duket shumë e çuditshme. Përgjigjja e kësaj pyetje do të qartësohet për ne dhe për të gjithë të nderuarit shumë gjërë. Këto përgjigje do të qartësohen për të gjithë njerëzit nëse shërbimi ynë ndaj shtresave të varfra dhe të mjeruara të shoqërisë është i lidhur thjesht me mirësinë dhe me përpjekjet tona që për të larguar prej tyre format e dhimbjes, të vuajtjes e të mjerimit, apo është një përpjekje e jonë për të plotësuar detyrimet tona të mëdha ndaj këtyre shtresave për shkak të mirësive dhe bekative të mëdha për të cilat ata bëhen shkak që të vinë. Në shumë prej fjalimeve të tij, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka dhënë përgjigjen e qartë lidhur me këtë dilemë të madhe dhe të rëndësishme. Ne u shërbejmë këtyre shtresave për shkak të detyrimeve të mëdha që kemi ndaj tyre dhe për arsye të përsosmërisë që ata përfaqësojnë. Kjo është arsyeja madhore e shërbimit tonë ndaj tyre dhe as pak formë prej formave të mëshirës dhe të dëmshurisë. Le të ndalemi bashkërisht të disa prej qëndrimeve të Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur me të, lidhur me këtë çështje. Së pari, ata janë mbrojtësit e trashëgimisë së jurisprudencës islame, pra fikhut. Lidhur me këtë aspekt, Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: nëse do t'i hedhim një veshtrim trashëgimisë sonë të jurisprudencës islame, të filozofisë tonë, nëse do të analizojmë me kujdes profilin e jetës së tyre që e kanë pasuruar fenë tonë dhe jurisprudencën islame, nëse do të ndalemi të studimet me kujdes profilin dhe mënyrën e jetesës së atyre që e kanë ngritur filozofinë tonë deri në atë nivel të lartë dhe të admirueshëm, mbërrim në përfundimin se ata që e kanë bërë këtë janë prej banorëve të shtëpive modeste dhe të kasollëve të varfra dhe nuk janë prej banorëve të kështjellave të pallatave dhe vilave të luksit. Së dyti, ata janë mbrojtësit e ummetit prej degenerimit. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: populli ynë është përballur me fatkeqësi të mëdha gjatë ngjarjeve të lëvizjes kushtetuese. Shkaktarët e atyre fatkeqësive të mëdha kanë qenë përfaqësuesit e shtresave të pasuruara prej banorëve të vilave dhe pallateve luksoze. Kuvendet tona kanë qenë të mbushur me antarët e atyre shtresave të pasura aristokrate. Në mesin e tyre kanë qenë një numër shumë i vogël banorësh të shtëpive modeste dhe të kasollave, dhe me gjithë numrin e tyre të vogël, ata kanë mundur të ndalojnë format e ndryshme të shturjes dhe të degenerimit. Së treti, ata janë shtresa që ndihmojnë në lartësimin e ummetit. Lidhur në këtë aspekt, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: nëse do të vini një ditë në të cilën presidenti i Republikës, mos e dhënë Zoti, do të shkëpus lidhjen e tij me shtresat e varfra të popullsisë dhe do të kalojë të gjithë vëmendjen e tij te shtresat e pasura, shumë shpejt do të vijë ajo ditë edhe momenti kur ai dhe të gjithë ato që rrethojnë do të humbasin gjithçka. Së katërti, ata kanë mbrojtur islamin. I nderuari Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: shumë të dashurit dhe shumë të respektuarit miqt prej të rinjve kontribues që banonin në shtëpit modeste dhe në kasollat e varfra, duhet ta dini se vlerat tuaja janë shumë më të larta te Allahu i madhëruar se banorët e pallateve dhe kështjellave të luksit, pasi jeni ju ata që kanë mbrojtur islamin në këtë vend. Së pesti, siguria e qeverisë. Lidhur me këtë, Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: pa mbështetjen e këtyre shtresave të popullit, është e pamundur të realizohet siguria e qeverisë. Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, gjithashtu thotë: ata që do të qëndrojnë me ne deri në rrugtimin e fundit janë ata që ndjejnë dhimbjen dhe solidarizohen me shtresat e varfra, të shtypura dhe të mjeruara të popullsisë. Pas gjithë kësaj, kuptojmë se Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka dashur të thotë: ndihmoni shtresat e varfra dhe të mjeruara të popullsisë, sepse ata janë arsyeja kryesore e bekative dhe mirësive tuaja.